لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. Falenderojmë Allahun e madhruar, për i tij ndihmë dhe falje kërkojmë, salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, nisur nga fjala e Allahu xhalla xhelaluhu që thotë: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Allahu krijon çka të doj dhe zgjedh çka të doj. Shohim se nga kjo fjalë Allah shohim se Allahu xhalla xhelaluhu gjitha gjërat që i ka krijuar në këtë gjësi, në këtë dynja nuk janë njësoj. I ka dalluar disa gjëra prej disa gjërave tjera. Ju ka dhënë vlerë atyre dhe i ka gradue nga gjëra tjera. Fillimisht në tokë, Allahu xhalla xhelalu e dalloi krijesën njeri nga gjitha krijesat tjera. Dhe i bëri gjitha krijesat tjera të i nënshtrohen krijesës njeri. E dalloi dhe privilegjoi njeriun me shumë gjëra, të cilat edhe i shijon njeriu në jetën e tij praktike. Pastaj Allahu xhalla xhelalu nga vendet ka dalluar vendin ku është çadja nga gjitha vendet tjera. Allahu xhalla xhelalu nga muajt e vitit ka dalluar muajin e Ramazanit. Allahu xhalla xhelalu nga ditët e javës ka dalluar ditën e Xumah. Allahu xhalla xhelalu nga natët e vitit ka dalluar natën e Kadrit. I ka dhënë vlerë të veçantë. Allahu xhalla xhelalu nga ditët e vitit në përgjithësi e ka dalluar një ditë e cila quhet dita e Arafatit, e që ne jemi në pritje të saj, jemi në 10 ditën e parë të Dhulhijhes, e ditën e martë qëndron dhe bie dita e Arafatit në këtë muaj. S'ka dyshim se kjo ditë është një ditë e veçantë, një ditë me vlerë për besimtarin. Allahu xhalla xhelalu e ka dalluar nga gjitha ditët e vitit dhe nuk ka ditë më të hajrit dhe më të bereqetshme dhe më të vlefshme për besimtarin për çdo ditë që ka lindjelli se sa kjo ditë që quhet dita e Arafatit. Për këtë ditë besimtari është mirë që ta ketë një plan konkret në mënyrë që ta shfrytëzojë këtë ditë në maksimum. Sepse është ditë e veçantë, është ditë shumë e vlefshme, është ditë që Allahu xhalla xhelalu e ka përmend në Kur'an. Mirë po, për ta bërë një plan besimtarin për këtë ditë se si ka me kalue, është paraprakisht është e rëndësishme që ta di vlerën e kësaj dite. Sepse nuk mund të jetë serioz në shfrytëzimin e kësaj dite nëse nuk e din vlerën dhe rëndësinë e kësaj dite. Fillimisht Allahu xhalla xhelalu këtë ditë e ka bërë një ditë prej ditëve që është në muajt e shenjtë, e që kja e ngrit vlerën e kësaj dite. Minha arba'atun hurum. Allahu ka thënë dhe 12 muaj që janë
të vitit 4 prej tyre janë të shenjtë. Dita e Arafatit qëndron në njërin prej këtyre muajve që Allahu xhalla xhelalu i ka llogarit muaj të shenjtë. Kjo ditë gjithashtu është ditët e muajit të Haxhit. El-Hajju ashhurun ma'lumat. Haxhi është në muaj të caktuar dhe Allahu xhalla xhelalu e ka bërë këtë ditë të jetë ditë e muajve të Haxhit, që kjo gjithashtu e ngrit vlerën. Allahu xhalla xhelalu këtë ditë dhe disa ditë që ndërlidhen me to, para dhe pas, Allahu xhalla xhelalu i ka përmend në Kur'an, ka sinjalizuar në to dhe ka kërkuar nga besimtari që ti veçoj me përmendjen e Allahut, me shpeshtimin e dhikrit edhe punëve të hajrit dhe të mira në këto ditë, e në veçanti në ditën e Arafatit. Li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allaha fi ayamin ma'lumat. Dhe të prezantojnë në këto dobi të këtyre ditëve dhe të madhrojnë Allahun në ditë të caktuara. Njëna prej ditëve të caktuara është edhe dita e Arafatit. Njëna prej ditëve të caktuara është edhe dita e Arafatit. Jo vetëm kaq, Allahu xhalla xhelalu të nderuar vëllezër është betuar në këtë ditë në Kur'an në disa vende, jo vetëm në një vend. Ka thënë wal fajri wa layalin ashr. Pasha agimin dhe 10 netët. Ka thënë komentuesit e Kur'anit 10 netët janë për qëllim, do thotë netët dhe ditët e para, 10 që i pari këtij muaji Dhul Hijja që ne jemi në to. Pastaj Allahu xhalla xhelalu ka thënë wash-shaf'i wal-watr. Pasha çiftin dhe tekun. Ka thënë komentuesit e Kur'anit, ky betimi Allahu xhalla xhelalu ka për qëllim ditët çift, ka për qëllim ditën e Kurban Bayramit, që është dita e 10, ndërsa ditën tekun që ka përmend ka për qëllim ditën e 9 të Dhul Hijjes, e që është dita e Arafatit, dita e martë në këtë muaj që jemi ne në muajin maj. Pastaj Allahu xhalla xhelalu edhe në një ajet tjetër ka thënë was-sama'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud. Pasha qiellin i cili është me yje, wal yawmil maw'ud, pasha ditën që është e premtuar, dita e Kiametit, wa shahidin wa mashhud, pasha atë që dëshmon dhe për atë që dëshmohet. Ka thënë Abu Huraira, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasha atë që dëshmon, ka thënë, është dita e Xhumës, që dëshmon para Allahu xhalla xhelalu për ata që prezantojnë dhe e madhrojnë ditën e Xhumës dhe e dallojnë nga ditët tjera. Wa mashhud, dhe për atë që dëshmohet, ka thënë, është për qëllim dita e Arafatit. Andaj të nderuar vëllezër, nisëm nga këto argumente që tregojnë kaq shumë vlerën e kësaj dite, nuk është mirë që besimtari këtë ditë ta kalojë si ditë të tjera të zakonshme. Nëse dojmë me shfrytëzue në atë që e kërkon kjo ditë, duhet që prej mëngjesit të asaj dite, bile para mëngjesit, ta kesh një plan të caktuar të kësaj dite, dhe kjo nuk bie ndesh me angazhimin tënd që e ki dhe me punën tënde që e ki të përditshme. E para, fillimisht ngritu në syfyr por me mundësisht me agjërue këtë ditë. Është ditë që Allahu xhalla xhelalu krenohet me melaqet për haxhit që janë atje në Arafat dhe për ata që agjërojnë këtë ditë. Është ditë që Allahu xhalla xhelalu e ka plotësuar fenë e tij në këtë ditë, e ka përmbyll shpalljen e tij në këtë ditë. Është ditë që agjërimi i kësaj dite fal 2 vite mëkate që janë bërë pa qëllim dhe pa dashje dhe pa dije. Një vit të kaluar dhe vitin e ardhshëm. Andaj ngritu në syfyr për këtë ditë. Dhe mundohu që ta agjërosh këtë ditë. Pastaj, kur ta përfundosh syfyrin, kur hyn koha e namazit sabahut, mos e lësho pa e fal namazin e sabahut në xhami këtë ditë. Namazi i sabahut në xhami vazhdimisht është një prej faktorëve më të fuqishëm që tregon imanin tënd, edhe bindjen tënde, edhe dashnin tënde ndaj Zotit. Jo gjithkush e lën shtratin e vet,
e lënë ngrohtësinë e vet në shtëpi edhe shkon në xhami pa marrë parasysh çfarë klime është, çfarë moti është për me dëshmuar në namazin e sabahut. Andaj namazi i sabahut në rrugë është garanti më i madh për njeriu gjatë ditës. Ka hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se çaj që e fal namazin e sabahut me xhamat në xhami tan ditën është mbrojtjen e Allahut. Dhe mbrohet nga kadere dhe fatkeqësi të ndryshme. Dhe mendoj që shumë prej muslimanëve, të cilët kanë të caktuara kadere të ndryshme, ndodhi të ndryshme fatkeqësi që ju ndodhin brenda ditës, po ta kishin fal namazin e sabahut në xhami me xhamat, sigurisht se shumë prej atyre fatkeqësive nuk do t'ju kishin ndodhur. Allahu i eliminon ato caktime për shkak të vlerës së namazit të sabahit me xhamat. Mundohet që këtë ditë bile sfaku ta falsh namazin me xhamat sabahit. Pastaj që qëndrosh do thot në atë vend ku je fal, duke përmend Allahun xhalla xhelalu, duke lexuar Kur'an derisa të lindin dielli. Pas lindjes diellit 15 minuta apo 20 ngritesh dhe i fal 2 rekate namaz. Me këtë e ke bën një fitore të madhe. Pastaj kthehesh në shtëpi për të pushuar deri në namazin e drekës apo për të u bë gati për punë. Në këtë moment mund ta falësh edhe 2 rekate namaz apo deri në 12 sa të kish mundësi, që quhet namazi i duhas apo namazi i agimit. Dhe në këtë kohë mundohet ta shfrytëzosh edhe në përmendjen e Allahut dhe në leximin e Kur'anit. Pastaj vjen namazi i drekës, mundohet që edhe namazin e drekës ta falësh në xhami. Edhe namazin e ikindis në xhami. Dhe gjatë angazhimit tonë dhe punën tonë që e ki të përditshme, në pa pas nevojë me marrë pushim për këtë ditë, ti mund ta shfrytëzosh duke punuar, duke përmend Allahun xhalla xhelaluhu shumë, duke marrë tekbire të thonë Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa lillahil hamd. Në veten tënde e thu, duke thënë lutjen që ka thënë pejgamberi, lutjen më të mirë që e bën besimtari në këtë ditë, që e kanë bërë unë edhe pejgamberët tjerë, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Edhe i kryen punët e tua, po edhe vazhdimisht me gjuhën tënde e përmend Allahun xhalla xhelaluhu, sepse gjëja më e mirë që bëhet në këto ditë është përmendja e Allahut xhalla xhelaluhu. Pastaj kur kthehesh në shtëpi, pasi që e ke kryer punën tënde, e ke kryer namazin e ikindis, dhe pak para se me perënduhet dielli, është një moment që besimtari mundohet që të veçohesh nga të tjerët, të vendosesh në një çosh dikun ku nuk të pengojnë të tjerët, ku nuk të pengojnë angazhimet, dhe ngriti duart lart tek Allahu xhalla xhelaluhu dhe kërko atë që ti dëshiron. Sepse ky moment para perëndimit diellit në këtë ditë është momenti i pranimit të lutjes me lejen e Allahu xhalla xhelaluhu. Lutë Allahun xhalla xhelaluhu për bereqet në këtë jetë. Lutë Allahun xhalla xhelaluhu për furnizim të bollshëm. Lutë Allahun xhalla xhelaluhu për furnizim të bereqetshëm. Lutë Allahun xhalla xhelaluhu për udhëzimin ton. Lutë Allahun xhalla xhelaluhu për stabilitetin ton. Lutë Allahun xhalla xhelaluhu për pasardhësit tu, për evlatët e tu. Nëse ki ti drejtoj Allahu xhalla xhelaluhu në rrugë të drejtë. Nëse s'ki, lutë Allahun për që ti sjell Allahu dhe të furnizoj me ta. Lutë Allahun xhalla xhelaluhu për veten tonë, për familjen tonë, për farefisin tonë, për vendin që jeton në të, për muslimanët në përgjithësi, për njerëzimin në përgjithësi. Lutë Allahun xhalla xhelaluhu dhe shfrytëzoje momentin e kësaj dite para perëndimit të diellit në lutje të sinqerta, sepse je agjërueshëm, je në ditën më të vlefshme, është momenti i pranimit të duas para perëndimit të diellit. Andaj këto gjitha bashkohen dhe me lejen e Allahut xhalla xhelaluhu ke korr një fitore, dhe kështu e ke kompletuar këtë program të kësaj dite. Besoj se për secilin prej neve është i aplikueshëm dhe i mundshëm, vetëm se kërkon një seriozitet dhe kërkon një vetëdijsim dhe kërkon një angazhim dhe kërkon një vullnet të fuqishëm që ta përfundojmë këtë ditë në këtë mënyrë, sepse kjo ditë nuk është më e gjatë se ditë të tjera, është ditë e zakonshme, mirë po vlera e saj nuk krahasohet me asnjë ditë të vitit, ja as me 300 sa ditë ka viti tjera, nuk krahasohet me këtë ditë, me ibadetin që bëhet, me adhurimin që bëhet. Elusmi Allahun xhalla xhelaluhu që të na mundsoj ta shfrytëzojmë këtë ditë, ditën e Arafatit, që tek nifet si nata e Kurban Bayramit, ta shfrytëzojmë me ibadet, me adhurime. Inshallah Allahu na fal, na mëshiron.
në këtë ditë të bekuar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. La ilaha illa Allah, la ilaha إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.